صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى alihi wa sahbihi wa man wala. Të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se erdhët në takimin e radhës rreth komente shpjegimit të haditheve të Sahih Bukhariut, Allahu e pasmëshiruar. Edhe me të jemi në Kitabul Iman në kapitullin e imanit, respektivisht tek nën kapitulli az-zakatu min al-islam, zakati është prej islamit. Imam Bukhariu, Allah e pasmëshiruar, në këtë nën kapitull, cek hadithin e Talha bin Ubejdillah, radiallahu anhu, kësa sahabi bekuar, i cili thot, gja rëgjëllon min ahli Najd, erdhe një njeri nga Najdi. Najdi është një krahin në mes të Gadishullit arabik, e cila kufizohet me Irakun, me Shamin, është pjesë e madhe, bukur e madhe, e Arabi Saudite të sotme. Krahin e madhe. Erdhe gja rëgjëllun min ahli Najdin ila Rasulillah sallallahu aleyhi wasallam, erdhe një njeri prej Najdit tek pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Thairu rras, me flak të pakrehura, yusma'u deviju sautihi wa la yafqahu ma yaqul. Dëgjohej peshpërime zërit e tij, por nuk kuptohej çfarë po thot. Kjo për faktin se ai ka folur pa u afruar afër, peslarti. Kështu kanë pas traditë arabët, beduinët të flasin nga larg. Edhe nuk është kuptuar mirë çka po thotë derisa është afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hatta dana fa idha huwa yasalu an al-islam. Nuk e kuptua qartë derisa i afroi pejgamberit alayhis salam, e pastaj filloi të pyes atë për islamin. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pra pyetja ja Rasulullah, çfarë është islami? E pejgamberi alayhis salatu wassalam i tha: 5 salawatin fil yawmi wal layla, 5 kohë namaz me fal brenda ditës dhe natës. Fa qal hal alayya ghayruha, fa a kam të tjera obligim pas tyre 5-ve? Qale la illa an tatawwa, pejgamberi tha jo, nuk e obligim tjetër, përpas nëse e bën atë vullnetar. Qale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o siyamu Ramadan, pas e pejgamberi tha, po ashtu është obligim agjerimi Ramazanit. Qal hal alayya ghayruhu, qale la illa an tatawwa. Beduini tha, a kam diçka tjetër obligim me agjeru përpas Ramazanit? Pejgamberi tha jo, përpas nëse don vullnetar. Qale wa dhakara lahu Rasulullah zaka, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi atij në zakatin, pra që edhe zakati është obligim, është borx. Qale hal alayya ghayruha, ai beduini tha, a kam obligim diçka tjetër pas zakatit? Qale la illa an tatawwa, jo nuk e përpas nëse e bën vullnetar. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. Pastaj ai beduini ja ktheu shpinën edhe filloi të shkoj rrugës ka dhe erdhi edhe po thot wallahi nuk kam shtue e as nuk kam paku nga kjo që më tha asgjë. As nuk kam për të shtuar asgjë, as nuk kam për të paksuar asgjë. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha, ka shpëtuar nëse i përmbahet asajna që pëthet. Transmetuesi i këtij hadithit, Talha bin Ubejdillah. Kush është ky Talha? Talha bin Ubejdillah është sahabi prej sahabëve më të mëdhej. Kur përmendet sahabët më të mëdhej, kuptimin më të vlefshëm, më të ngritur, më të afërt tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më meritor për ndihmën që i është ofruar pejgamberit, më meritor për ngallënimin e islamit, për përhapjen e islamit, e të tjerë gjithmonë
Talha është pejt parve. Pra kur themi sahab të mëdhej, kemi për qëllim këtë. Në këtë kuptim. E jo pa tjetër i madh në mosh. Talha, për të kuptuar se është për sahabë më të mëdhej, do të flasim disa fjalë për te, për rrëthina. Talha bin Ubejdillah është prej 10 sahabëve të përgëzuar për xhenet. Është prej 10 sahabëve të përgëzuar për xhenet, që ka përgëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të jenë prej xhenetlive në mesin e tyre edhe Talha. Talha është prej 6 sahabëve të cilët Omeri radiallahu anhu në smundje të vdekjes pasi që plagos, e la çështjen e zgjedhjes së kalifes Zavance, trashëgimtarët e tij pas vdekjes së tij sepse kjo pa që po des, e la në dorë ty në 6-ve, që njëri prej tyre të zgjidhet. Në mesin e tyre në Talha, e që jep me kuptu se çfarë pozitë të lartë ka gëzuar edhe në kohën e Omerit radiallahu anhu. Talha pra është Mekas, është për muhaxherëve të Mekës, është për të parëve të cilët e kanë pranuar Islamin. Tregon kë për veten e vet edhe thotë: isha nga tregtarët të cilët shkonin në Sham për të bërë tregti. Qëllova me karavan tregtare, me grup tjerë me kas tregtar, qëllova në Sham, në qytetin Busra. Në qytetin Busra. Qyteti Busra, sot, është në Siri, shumë afër kufirit të Jordanit, por konsiderohet brenda Shamit. Dhe ka qenë një qendër tregtare, po dhe fetare. Busra, qyteti Busra. Thot kalova të pranë, kur doli një morgë për një faltoreje. Se ka pakta që në Arab me veshën e tyne arabe. Edhe po thot, o ju karavan, a ka kush për juve që është për haremit Mekës? Këtha e ktheva i thash, po, unë jam prej Mekës. Qka ka? Ama së është shfaqur të kjo. Ahmedi, pejgamberi Ahmed, thash, kush është Ahmedi? Tha, Ahmedi është i biri Abdullahut, i biri Abdul Muttalibit. A i ka për të shfaqur tani këtu ditë. Dhe kam për të shfaqur të kjo. Dhe ka për të shpërngulur në një vend Jethrib ku ka hurma dhe pallma. Dhe të njëjtin kohë është profeti pejgamberi fundit para kiametit. Ai këtë ditë ka më shfaq. Andaj, ke kujdes ruju që ta pasojnë të tjerë para teje. Tha në Meta. Dhe me njerë o ktheva, erdha në Mekë. Kur erdha në Mekë, po i pës dikand atë, a ka diçka të rejnë Mekë? Këto ditë më s'ka ndodhur diçka, thanë po, ka është njeri. Qa është ai heri? Muhamedi el Emin, besniko, i biri Abdullahut, nipi Abdul Muttalibit, po pretendon se është pejgamber. Madje kanë fillu njerëzit me besu, Ebu Kuhafe ka besu. Ebu Kuhafe ishte Ebu Bekri. Tha dhe më njëherë dola edhe kërkova Ebu Bekrin. Dhe i thash, është paraqitur pejgamberi? Tha po, dhe kam besuar. Tha,
të lutem dërgom tek ai, se dua dhe unë ta pasoj. Dhe shkoj dhe pranoj Islamin. Kështu që është pej të parëve, thuhet pej 5-ve, 6-ve të parëve që kanë pranuar Islamin. Talha, radiyallahu anhu. Morri pjesë tanë kohën bashkë me pejgamberin alayhis salatu wassalam, të gjitha luftrat, kudo që shkon te pejgamberi, përpos luftës së Bedrit. Në luftën e Uhudit, në vitin e 3 Hijri, e dha një provim të hatashëm, ku ndodhe çfarë ndodhe në betejën e Uhudit, dhe dikur në numër i madh sahabëve zbrapsen, sepse përhap lajmi që pejgamberi ka vdekur, është vrarë, dhe sahabët e shpartalluan. Pejgamberi meti në betejë, por me të mbeten edhe një 12 veta, të cilët nuk e lënin vetë pejgamberi. Për ty në Abu Bekri gjithsesi ai kur doni kë ka. Për ty në edhe këtë Talha. Sepse kur pejgamberi mbeti vetë me një grup sahabësh, tash paganët e Mekës, edhe tarët e Mekës, i fokusuan pejgamberit me likujdu, me myt. E kishte punën shumë peck. Talha të mundu me mbroj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i doli përpara pejgamberit. Që kur të gjujnë ata me shtiza, me shigjetën, me çka do të qoftë, me reaktin e pejgamberit. Sa që atë ditë, thuhet, i morën 25 lëndime në trup. E njëra prej tyre, kur e hodhi dikush prej pabesimtarëve, një shigjet, një shtizë, e hodhi shtizën me dorë, kjo atë qiti dorën përpara me prit. Dhe ja shpërtheu dorën, dhe ja paralizoi 2 gishta. Kështu që ka pas 2 gishta të paralizuar derisa ka vdek. E pastaj deshti Zoti, edhe ndër sahabët e tjerë mbledhën dhe tërheqën besimtarë dhe përfundoi betejë. Talha ka vdekur në Irak, në Busra, në vitin 36 Hijri. Në shtetin Basra, Basra të Irakut, ku edhe është varrosur. Ka transmetuar 30 hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 4 prej të cilave janë në Sahih Buhari. Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me të gjithë sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kjo është pika e shkurtër biografia e Talhas, e pastaj tani ta shkojmë tek komenti i hadithit në fjalë. صحيح البخاري